Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s garanton sovranitetin e vendeve anëtare. Gjatë një vizite zyrtare në Shkup, Mark Rutte deklaroi se Alianca është e përkushtuar për të mbrojtur çdo centimetër të territorit aleat nga do që të vijë sfida. Në konferencën e përbashkët me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova, Rutte falenderoi Maqedoninë e Veriut për mbështetjen që jep në kuadër të misionit të KFOR-it, ndërsa theksoi se NATO po sigurohet që ky mision të mbetet i fuqishëm. North Macedonia has long supported our KFOR peacekeeping mission in Kosovo, and for that I thank you. KFOR continues to play a fundamental role in support of lasting security for the benefit of all people living in Kosovo. We will continue to ensure that KFOR remains robust and fit for purpose. NATO is committed to defending every inch of Allied territory, wherever the challenge may come from. Maqedonia e Veriut e ka mbështetur prej kohësh misionin tonë paqëruetës të KFOR-it në Kosovë dhe për këtë ju falenderoj. KFOR vazhdon të luajë një rol themelor në mbështetje të sigurisë së qëndrueshme për të mirën e të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë. Ne do të vazhdojmë të sigurohemi që KFOR-i të mbetet i fuqishëm dhe i aftë për qëllimin e tij, deklaroi Mark Rutte. Merri sekretari i përgjithshëm i NATO-s lavdroi veprimet ushtarake të SBA-s dhe Izraelit kundër Iranit, por ka përjashtuar mundësinë e bashkimit të aleancës në konfliktin rajonal. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut premtoi mbështetje për të gjitha vendet e aleancës në rast të shtrirjes së konfliktit në territoret e tyre. Gjatë fjalimit të mbajtur përpara deputetëve, Mark Rutte deklaroi se aleatët qëndrojnë krah për krah sa herë që përballen me një botë të rrezikshme dhe të paqëndrueshme. Si deputet, unë mbështetem tek mbështetja juaj dhe tek artikulimi i rëndësisë së investimeve në mbrojtje. Si aleat, duhet të bëjmë gjithçka për të rritur prodhimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe pikërisht për këtë arsye punojmë çdo ditë për të rritur prodhimin, mbrojtjen transatlantike, bashkëpunimin dhe inovacionin, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte gjatë vizitës zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, paralajmëron se situata është e sigurt bazuar në të dhënat e agjencive të inteligjencës dhe sigurisë kombëtare. Pas përfundimit të seancës së Këshillit të Sigurisë të thirrur për shkak të sulmeve në linjën e mesme, kreu i shtetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut deklaroi se vendi nuk është i ekspozuar ndaj paqëndrueshmërisë dhe se as nuk ka rrezik për sigurinë brenda vendit dhe në rajon. Në këtë kontekst, autoritetet informuan se nuk ka probleme, interkonjuktori midis Greqisë dhe Republikës Maqedonisë së Veriut është funksional. Ligji parashikon të sigurohet rezerva e naftës nga 40 deri në 90 ditë dhe kjo është plotësuar, deklaroi Siljanovska-Davkova. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickovski, pas telefonatës me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, theksoi nevojën për kujdes dhe koordinim të shtuar për sigurinë e qytetarëve të Maqedonisë që ndodhen në rajon. Informova se institucionet janë të mobilizuara plotësisht dhe ndjekin me kujdes situatën, me gatishmëri për ndihmë të menjëhershme, mbështetje dhe asistencë, nëse kjo do të jetë e nevojshme, shkruan Mickovski. Sipas tij, Maqedonia e Veriut në kontekstin e interesave të saj strategjike dhe aleancave do të vazhdojë të veprojë në mënyrë parimore në interes të stabilitetit dhe sigurisë. Koalicioni i bashkëqeverisës vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut rreshtohet për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në veprimet e saj ndaj Iranit. Në njoftimin e vlen thuhet se Maqedonia e Veriut si anëtare e NATO-s dhe aleate strategjike SBA-s qëndron fuqishëm në krah të aleatëve të saj dhe mbështet çdo nisëm për ruajtjen e stabilitetit rajonal dhe global. Partneriteti ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është thjesht politik, por është partneritet vlerash dhe orientim strategjik, deklaron koalicioni vlen. Kriza e mundshme energjetike për shkak të sulmit amerikano-izraelit në Iran vendos të lëvizje strukturat qeveritare në Maqedoninë e Veriut për të garantuar popullatën se nuk ka vend për rrezik të rritjes së çmimeve. Ministria e Energjetikës Sanja Bozhinovska informoi se rezervat shtetërore të naftës janë të qëndrueshme dhe garantojnë sigurinë e furnizimit me derivatet e naftës. Ministria njoftoi se situata aktuale energjetike dhe rreziqet e mundshme gjeopolitike po monitorohen nga afër. Sipas saj, aktualisht importi i derivateve të naftës po zhvillohet pa probleme dhe si një mekanizëm shtesë sigurie është siguruar tubacioni i produkteve Selanik Shkup, i cili lejon rrjet të vazhdueshme të gjitha llojeve të derivateve të naftës. Ministri i Ekonomisë i Republikës Maqedonisë së Veriut paralajmëroi se ekziston rreziku që çmimet në vend të rriten si pasojë e luftimeve në Iran. Para mediave Besar Dyrmishi deklaroi se analizat ndërkombëtare tregojnë se çmimet janë ende të qëndrueshme, mirëpo sipas tij ekziston një rrezik i tillë që çmimet të mund të rriten.
Postoji ovakav rizik da može da se zgolemovat cenite. Секојдневно ја мониторираме ситуацијата. Ние како Министерство за економија. Ne si Ministri e Ekonomisë dhe Punës punojmë në drejtim të sigurimit të një tregut qëndrueshëm, të mbrojmë të drejtat e punëtorëve dhe të ndihmojmë ekonominë, ndërsa në pjesën e qeverisë, nëse ndodhin rreziqe të tilla, do të jemi aty në mënyrë transparente dhe do të marrim vendime. Извика вакви ризици, ќе бидеме таму транспарентно, ќе донесеме одлуки кои Tha Ministri i Ekonomisë dhe i Punës i Republikës Maqedonisë së Veriut. Ish zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut të radhët opozitares maqedonase LSDM paralajmëroi se me përshkallëzimin e situatës në lindjen e mesme do të ketë pasoja dhe në ekonominë e vendit. Fatmir Bytyçi paralajmëron se efektet e para mund të ndihen brenda 2 javësh në rritjen e çmimeve dhe të inflacionit. Kritikat nuk munguan edhe ndaj sektorit privat dhe bizneseve, duke theksuar se në shumë raste kanë përfituar nga situatat e krizave duke rritur çmimet. Bizneset shpesh nuk janë sjellë në mënyrë etike gjatë krizave. Zakonisht fitimet më të mëdha i bëjnë pikërisht në periudha krize. Me masa të ndryshme, jemi përpjekur ta ndalim këtë, por përvoja tregon se kjo vazhdon të ndodhë, deklaroi Fatmir Bytyçi. Me herët Ministria e Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut garantoi për rezervat e mjaftueshme në hidrokarbure për të përballuar një krizë të mundshme në tregtinë e naftës. Ekonomi. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit të Republikës Maqedonisë së Veriut paralajmëroi se ndërtimi i segmentit autostradës Trebenish-Qaftan do të ishte problematik për UNESCO-n. Sipas Aleksandr Nikolovskit, një delegacion prej 4 ministrash dhe 2 kryetar komunash vizitoi Selinë e UNESCO-s në Paris dhe pas 2 ditë bisedimesh me vendimarrësit, vlerëson se ky është një projekt vërtet problematik për ta. Jo vetëm që qyteti i Ohrit është i mbrojtur, por i gjithë liçeni i Ohrit në të dy anët e liçenit, si maqedonase ashtu edhe shqiptare, nuk do të rrezikoja statusin për hir të ndonjë projekti, tha Nikolovski. Pranoi se po shqyrtohen zgjidhje alternative si segmenti Modric-Struk-Qaftan. Paga minimale në Maqedoninë e Veriut është rritur në 440 euro. Vendimi për rritjen e pagës në masin 6% është marrë nga Këshilli i Ministrave pas takimeve të mbajtura në Këshillin Ekonomik me grupet e interesit. Me këtë harmonizim. Paga minimale e cila në vitin 2025 arriti në 36.037 denar në shumën bruto, për vitin 2026 do të jetë 38.507 denar bruto. Përkatësisht 26.046 denar neto. Kjo paratjet rritje prej 2.470 denar në shumën bruto. Përkatësisht 1.667 denar në vlerë neto krahasuar me vitin 2025. Ishte Ministri i Ekonomisë Besar Dyrmishi. Rritja e pagës minimale do të nisë nga muaji prill. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Histra Miskovski njoftoi se duke filluar nga muaji i ardhshëm do të fillojë të realizohet pagesa sipas nivelit të pagës minimale. Me vendimin e qeverisë nuk është pajtuar lidhja e sindikatave. Ajo paralajmëroi vazhdimin e protestave deri në rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe pagave të tjera nga 100 euro më shumë. Kritike për nivelin e rritjes së pagave është edhe opozita maqedonase. Ish zëvendës kryeministri dhe deputeti aktual i LSDM-s Fatmir Bytyçi, përmes një postimi në rrjetet sociale, kritikoi qeverinë lidhur me rritjen e paralajmëruar të pagës minimale, duke vlerësuar se bëhet fjalë për një detyrim ligjor e jo për një politikë të mirëfillt sociale. Sipas Bytyçit, rritja e pagës minimale me rreth 27 euro duke e çuar në një pagë neto në 434 euro është një mekanizëm që ekziston në sistem dhe zbatohet sepse është i detyrueshëm me ligj e jo rezultati i vullnetit politik. Ai thekson se paralelisht me harmonizimin e pagës minimale, qeveria ka promovuar edhe shportën e saj të konsumit, e cila sipas tij është rreth 13% më e ulët se ajo sindikale. Bytyçi vlerëson se në këto kushte një familje nevojiten së paku rreth 2.25 paga minimale për të mbuluar shpenzimet bazë. Ekonomia e Maqedonisë së Veriut vijon rritjen e qëndrueshme. Në 3 mujorin e 4 të vitit 2025 ajo shënoi një rritje me 3.8%, ndërsa për gjithë vitin 2025 rritja e prodhimit vendor bruto është 3.5%. Sipas ministres financave Gordana Dimitreska Koçoska, këto të dhëna e rëndisin vendin ndër shtetet me rritjen më të lartë të prodhimit të brendshëm bruto në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Nëse krahasojmë me vendet e rajonit, rritja në Serbi është 2.2%, në Kroaci 3.6%, në Bullgari 3%, Sloveni 2% e kështu me radhë, deklaroi Ministria e Financave Gordana Dimitreska Koçovska. Sektori i ndërtimit vijon të shënojë rritje 2 shifrore në Maqedoninë e Veriut. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit deklaroi për 14.6% rritje në një kohë kur po ndërtohen projekte kapitale, autostrada, kurudha, rrugë rajonale dhe lokale, si dhe një numër i madh projektesh komunale. Sipas Aleksandr Nikolovskit, 3 mujori 4 2025 konfirmoi angazhimin dhe përkushtimin për realizimin e projekteve kapitale. Statistikat zyrtare tregojnë se në fund të vitit 2025 prodhimi i brendshëm bruto u rrit me 3.8%. Politik.
Kryetari i Aleancës për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Arben Taravari, në intervistë televizive u kërkoi falje qytetarëve shqiptar për premtimin e dhënë në vitin 2024 për ndryshim. Ai tha se nëse situata aktuale pas 20 muajve qeverisje nga Vleni konsiderohet si ndryshim i premtuar, atëherë ndjen përgjegjësi dhe kërkon falje për zhgënjimin e shkaktuar. Nuk ishte ndryshim, por thjesht një zhgënjim i madh, domethënë një diskreditim, një degradim i komplet statusit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, deklaroi Arben Taravari. Kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti përshëndeti vendimin e gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, ku konfirmua detyrimi që deklaratat, etiketat dhe dokumentet e produkteve të jenë edhe në gjuhën shqipe. Mexhiti cilësoi këtë vendim si dëshmi të qartë se e drejta është në anën e shqiptarëve dhe theksoi rëndësinë e respektimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në vend. Shqiptarët janë popull konstituiv në këtë shtet dhe gjuha shqipe është realitet që askush nuk mund ta kufizojë, deklaroi Izet Mexhiti. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.